Bashkitë e Qarkut Elbasan po shkelin kontratën për inceneratorin e Elbasanit, ku janë më shumë se një herë aksioner, por edhe si klient. Kontrata parashikon që për vitet 2022, 2023 dhe 2024 të kryeshin 4 procese të ndryshme që lidheshin me përpunimin e mbetjeve, incenerimin, përpunim dhe ndarjen e tyre. Por asnjë nga këto procese nuk kryhet deri më tani, dhe pse në kontratë janë firmosur dhe paguar. 4 pika kryesore që janë pranimi, grumbullimi, trajtimi, incenerimi. Në të vërtetë, incenerimi nuk ka ndodhur. Në momentin që një nga këto pika nuk kryhet, atëherë duhet bërë ndërprerja e kontratës. Dhe të 7 bashkitë nuk duhet të kalonin asnjë fond për këtë incenerator i cili nuk i përmbahet objektit kryesor të kësaj kontrate. Ndërkohë për vitin 2024, inceneratori i Elbasanit nuk ka punuar asnjë ditë. Nga ana tjetër, Bashkia e Elbasan po përgatit draftin për hapjen e një tjetër landfilli me kosto deri në 2 miliard lekë të tjera shtesë. Ishte fakti e kishin shtuar tek të ndryshmet një memo me idenë për të krijuar një landfill të dytë. Përse duhet të shpenzojnë? Inceneratori nuk punon, dhe atëherë do bëjmë një landfill të dytë për të kaluar të 2 milionë euro të tjera. Por për inxhinierin Beqir Kilo përpjekje dhe shpërdorimi i fondeve që nga ngritja e inceneratorit deri tek projekti landfillit të ri janë të panevojshme pasi landfilli ekzistues para ndërtimit e inceneratorit kishte një kapacitet depozitimi për 100 vjet, bazuar në një studim të mirëfillt. Inceneratorit që ne kemi këtu në Elbasan nuk kanë teknologjinë për këtë punë. E djegjes së mbetjeve duhet arrijë temperaturët e nevojshme që të shkatërrohen dioksinat që shkarkohen në ajër. Këto inceneratorë nuk prodhojnë energji që të mbulojnë dhe shpenzimin e vetë. Përkundër që duhet fuzësh energji që ky të punojë. Në këtë situatë janë paratë e taksave që po digjen, por jo mbetjet. Tenderat po vijojnë, por inceneratori aktualisht është në remont dhe sipas ekspertëve nuk është në parametrat e duhur për të prodhuar energji.